Maska që zhduk rrullat brenda ditës, ja si ta përgatisni. Nëse keni vërejtur se në fytyrën tuaj shfaqen rrullat të reja dhe shenja të lodhjes, përgatisni maskat natyrale në kushte shtëpie. Për sa kohë është ekonomike, efekti i saj është po aq sa edhe i botoksit. Maska është krejt natyrale dhe shtrëngon lëkurën. Për përgatitjen e kësaj maske ju nevojitet një lugë miell misri, 5 lugë me lëng të freskët të shtrydhur nga karrotat dhe një lugë kos. Pasi siguroni përbërësit, filloni me përgatitjen. Në një gjysmë gote, tresni miellin e misrit. Në enë hidhni 100 ml ujë të vluar. E vini në pllak dhe e vloni derisa të trashet. Kur masa të jetë ftohur, shtoni lëngun e karrotës dhe kosin. Përziejeni mirë dhe aplikoni në fytyrë të pastër paraprakisht dhe lyeni fytyrën dhe e lini të qëndrojë për 30 minuta. Maskën e shplani me ujë të ngrohtë në fytyrë, më pas aplikoni krem hidratues. Për efekte më të mira mund ta përdorni atë vazhdimisht për të paktën 3 ditë.